Po për vrasje se shpeshherë përmendet në emisionin tim është përmend vrasja e Ahmet Krasniqit, domethënë e kem pas një ushtar të Farkut që ka thonë në emisionin tim që i kem dëgjuar domethënë dy shqiptarë që duke fol shqip, njëri si i Shqipërisë, tjetri si i Kosovës, duke thonë a është ky, po ky është. Atëherë vrasja është bërë ai person i cili në vrasja e Ahmet Krasniqit ka ndodhur në Tiranë. Te vendi quhet Shtëpia e Partisë, është një rrugicë atje ku është themeluar Shtëpia e Partisë Komuniste në vitin 1941. Ahmet Krasniqi, si ministri i mbrojtjes të qeverisë Bukoshin atë kohë, ishte një vilë trekatëshe dhe aty ishte qendra, ishte bërë ministria, pra aty edhe rrinte. Po është e vërtet që personat që kanë vrarë kanë qenë shqiptar nga Shqipëria dhe personi që i është dukur me një theks si nga Kosova është nga Tropoja. Pra është me mbiemër Kërnaja, ai personi ka vdekur. Fadil Kërnaja? Jo Fadil Kërnaja, i harrova mirë, po mbiemrin është Kërnaja. Ai ka bërë ekzekutimin dhe nga që ai nuk e njihte ka pyetur personin tjetër dhe ka pyetur a është ky apo s'është ky. Kush është ai personi i Kosovës, a dihet? Nuk ka pasur person nga Kosova, pra personi ka qenë shqiptar. I Shqipërisë. I Shqipërisë, edhe të dy personat kanë qenë shqiptar, e ata kanë përfituar në këtë vrasje është bashkëpunuese shteti shqiptar, ose mund të them në atë kohë policia dhe shërbimi informativ i shtetit shqiptar, për arsye sepse unë mendoj që vrasja është bërë me direktiva dhe me urdhra të Serbisë, për arsye se me nxit vllavrasje? Jo vetëm me nxit vllavrasje, kjo është një nga arsyet, po arsyeja kryesore mendoj unë është për të penguar bashkimin. Pse për të penguar bashkimin? Kemi një problem shumë të madh. Ahmet Krasniqi tentoi në fillim kur u bë ministri i mbrojtjes që të merrte në kontroll ushtrin shqiptar të Kosovës, ai dërgoi një brigadë, pra brigadën 131, si kanë quajtur 134. Ata quajnë brigadë, po totalisht vetëm 150 veta, pra 150 veta bëjnë një kompani e gjysmë, pra nuk bëjnë më tepër, një kompani e përforcuar, po u quajtën brigadë. Kur erdhën një pjesë e tyre ndihmuan, sepse kjo brigadë përbëhej nga oficerë dhe nënoficerë të Kosovës që ishin shërbyer në ushtrinë jugoslave, pra kishin eksperiencë edhe ushtarake, por kishin edhe eksperiencë lufte, një pjesë tyre kishin marrë pjesë në luftën në Kroaci dhe në Bosnjë. Dhe normalisht kur ata erdhën në gusht të vitit në korrik të vitit 1998 në Kosovë, u pranuan nga ushtria shqiptare të Kosovës që të vinin atje, u vendosën kryesisht në Pej, në Dugajin, ndihmuan në organizim, ndihmuan në stërvitje, në këto kishin eksperiencë. Pra në atë kohë kishte nevojë ushtria shqiptare e Kosovës për njerëz me eksperiencë, ushtarakë dhe me eksperiencë lufte. Por në momentin që nisi lufta më pas, edhe duke parë që nuk e merrnin dot në kontroll ushtrinë shqiptare të Kosovës dhe nuk e morën dot në dorë komandën, atëherë ata u larguan dhe dezertuan. Realisht është që dezertuan, dorëzuan edhe armët që kishin. Që kanë ikë ata nga absolutisht, ajo kanë ikur, ajo është përcaktuar me dokumenta, sepse janë publikuar dokumentat e Serbisë që kanë dorëzuar armët te Serbia, pra. Dorëzimi i armëve është dezertim. Kush ka bërë komandanti, a dihet? Komandanti këtyre trupave ishte Tahir Zema. Dhe Tahir Zema iku. Po thotë që ka ikë Tahir Zema? Absolutisht ka ikur, se nuk ndonjë në Kosovë iku dhe erdhi në Tiranë. Këta e bazojnë mbi faktin që Anton Çuni ka thonë që nuk ka ikë, po është kthy në Shqipëri për të rikthyer më pas. Po pse nuk e rikthye atëherë? Anton Çuni u rikthye apo ai pse nuk e rikthye? Pra një pyetje shumë e thjeshtë ja bëni Anton Çuni. Nuk është rikthyer? Jo, është rikthyer në Kosovë pas edhe në Kosovë është kthyer një muaj pas lirimit të Kosovës. Pra ka qëndruar në Mamurrës. Edhe Anton Çuni u rikthye. Apo jo. Pse s'u kthye ai kur u rikthye Anton Çuni? Pra ka që shumë e thjeshtë pyetja. Pra këtu nuk ka ekuivoke. Pra nuk kemi pse lozim cicmic. Iku, okay. Iku. Nuk erdhi, kur ikën dhe nuk vjen, është dezertim. Është kaq e thjeshtë, pra nuk kemi pse të shkojmë më tutje, pra neve kaq po nëse i tash për intervistën se nuk thesh është dezertim. Faktikisht. Pra për këtë arsye edhe pasi tentoi dhe nuk e mori dot në kontroll shtabin e përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, atëherë Ahmet Krasniqi në tetor të vitit 1999, në shtator të vitit 1998, bën një deklaratë se ata botonin një gazetë, një revista ushtrisë, diçka e tillë. Dhe atje bën një deklaratë që unë e njoh shtabin e përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, pra kjo ishte deklarata, dhe prej këtij momenti nuk kam më fark, pra i dha fund farkut sepse deri në moment ata ishin fark dhe prej këtij momenti kanë bollën një farë lloj marrëveshje. Po, prej këtij momenti ka vetëm UÇK dhe edhe stemat e këtyre të farkut u zëvendësuan me UÇK, pra edhe stemat e tyre që kishin u zëvendësuan me UÇK dhe vendosi që deri në fund të nëndorit, pra deri në fillim të dhjetorit, të gjithë ata që i paguan sepse farku paguante në atë kohë një sasi të madhe oficerësh me rroga që paguheshin nga fondi nga 3%. Dhe vuri kush që unë do hyj në Kosovë, pra në fund të nëndorit unë do shkoj në Kosovë pranë shtabit përgjithshëm dhe e njoh shtabin e përgjithshëm. Dhe të gjithë ata që duan të marrin pjesë në luftë
oficera që marrin pagesë nga Ministria e Mbrojtjes e qeverisë Bokoshi, në rast se nuk do të vinë, nuk do të marrin më pagesë. Ktu nuk ishte problemi vetëm çështja e pagesës, ktu është problemi se në rast se kjo vinte, atëherë çfarë bënte? Qeveria e përkohshme në këtë moment, qeveria e Bokoshit binte sepse një ministri i mbrojtjes binte në shtab përgjithshëm. Por dhe në këtë moment mund të bëjë institucionalizimi i luftës. Sepse në moment kishim një UÇK, por kjo UÇK-ja nuk kishte një forcë politike, kjo UÇK-ja nuk kishte një qeveri më mbrapa, ishte një organizat guerile, luftarake e tillë. Se akoma s'kishim kaluar në fazën e kryengritjes të armatosur. Absolutisht. Pra, dhe në këtë moment ti e institucionalizoje këtë. Pra, ti këtë UÇK e bëje ushtri të kësaj, dhe në moment që bëje ushtri të kësaj, atë ç'a ndodhte? Farku u dhiqe nga president i Kosovës ishte Ibrahim Rogova. Por ama në zgjedhjet që u bën në maj të 1998 për president në Kosovë, në rast se mbani mend, atëherë LDK-ja deklaron që kishte 780.000 antar. Pra në rast se ky antar i Farkut, pra i qeverisë të Farkut, i qeverisë Bukoshit do të vinte në shtab përgjithshëm, automatikisht institucionalizohet. Dhe në rast se institucionalizohet, atëherë Rugova do duhet i bënte thirrje si president i Republikës, si komandant i forcat armatore, këtyre 700.000 veta që të mbroni pragun e shtëpisë realisht, futeshin luftë. Po në rast se ne do ishim 700.000, 800.000, a mendoni ju se do kishim nevojë për NATO nesër? Po jo. Ne do e kishim çliruar edhe për shefin edhe muja dhe për këtë arsye, që mos ndodhte ky bashkim, që mos ndodhte ky analizim, u dha urdhër që ky zotëria të vritej dhe u vra nga duart e shqiptarëve, sepse dorasit te neve nuk kanë munguar kurrë. Në gjithë historinë e kombit shqiptar, ne dhe dorasit i kemi pasur të lirë. Fatkeqësisht, e vërtet. Po cili është roli me që e përmend ish presidentin